Territori shqiptar për datën 6 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të ketë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 39 gradë. Gjatë pasdites pritet rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë, rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 39 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 35 gradë. Peshkopi 19 deri në 33 gradë. Tiranë 24 deri në 38 gradë. Durrës 26 deri në 35 gradë. Kavaj 25 deri në 35 gradë. Elbasan 24 deri në 38 gradë. Berat 24 deri në 39 gradë. Korçë 18 deri në 30 gradë. Vlorë 26 deri në 34 gradë. Gjirokastër 20 deri në 31 gradë. Sarandë 26 deri në 34 gradë Celsius.